kundra vetëm unë kundrejt atij, kundra njëri tjetrit në lojë, si kundra jemi kundra me çdo njeri. Do të thënë se Miri mund t'i transformojë fjalën kudo vet. Po. Okej. Çtash jeni në atë pikën ku ju nuk keni raport. Po themi kështu, s'keni raport. Po sulmet pse Miri duhet mi marr indirekt, e s'duhet mi marr direkt prej teje. Në cilën në moment ti mendon se Miri nuk e ka marrë sulmet direkt. Se ke qenë ti që ka pas rate dhe i ka thënë mos kthe përgjigje, se do ta kish interpretojnë. Po jo, ato të prajmit po, ama ka qenë për shembull situata e qësajna e vetmi sulm që e kum pa prej teje ma të fuqishme kështu që kum thonë go girl, u kanë djen prime, ku ti thuje që qëto gjestës janë ironike, që janë ironike. Po normal. Vetmi sen. Sulmi nuk e kum, kur ja kum nisu në pak dje me debatu me Mirin, pse ti nuk i reagu për pyetjen e Jueles me thonë stop, oj qikse, une e një se linën se qika ditë kum bën loj, edhe ajo nuk ka ndjenja për mu. Pse ti nuk e ki bo? E kam thëmë se nuk tani ti mas me e ki bo. Po. Jo e kam bërë dhe më përpara, e kam thënë dhe në prime. Sepse kjo historia u diskutu një javë u pushu. U diskutu prapë. Dhe unë ja kam diskutu në primin e parë, do të thënë kur diskutua, i thash pse nuk u çove ti për t'i thënë kur asaj pusho, dhe justifikimi i Mirit ishte sepse ajo ma tha si vajza, jo, ma tha si vajzës dhe unë i besova se një vajzë e kupton shumë mirë një vajzë tjetër, pra e ka dyshu, ndërsa kur e pyeta mbas teje, më tha mua pse s'u çove ti për t'i thënë Mateos, Mateo mos e zgjat më. Kur ndërkohë Miri harron që luftrat e Mirit i kam dalë unë përballë, edhe Mateos, edhe Rogerti. Ti ke këtë luftrat se ai s'ka inteligjencë me bërë luftra. Ta ka përdor ty inteligjencën, unë e kum thonë. Kështu që unë Mateos i kam dalë kundra dhe i kam thënë Mateo duke jetuar ti me një shtëpi me mua dhe duke i dhënë zë kësaj gjës, ai që na shikon nga televizori nuk e ka fare për gjë ta besoj. Se thotë kjo jeton me këtë, ndan dhomën, ndan tualetin, ndan ngrimin, edhe shikon më nga afër se si mund ta shikojmë nga televizori, kupton? Dhe unë kam qenë para se më ka thënë Monika që këto që të kanë afër, këto të kanë dëmtuar, unë kam qenë e para. Që unë kam shku dhe kam thënë Mateos, Lornës, Malit. Se Mali e tha, mirë si ktheu do të përgjigje. Prime i parë, prime i dytë. I këtij Big Brother, ja thot Mali, mirë si ktheu do të përgjigje. Ja tha Miri me Stinën, Miri nuk kthente përgjigje. Ja tha Lorna, Miri nuk mbronte veten e vet. Kupton? Do të thënë lutrat e Mirit, për sa i përket kësaj teme, në këtë mënyrë që Miri mund të ketë ndjenja për mua, jam çuar unë gjithmonë dhe i kam luftuar dhe ja kam bërë pyetjen disa herë, Miri është e vërtet, Miri është e vërtet. Kjo këtë okej, e ke luftu që pjesë, po në raport me lojën në Big Brother, s'po muj me e konceptu sakt, mënyra tjera të sulmit. Ju normalisht që ti mbron vetëm me tregu që s'ki ndjenja për një person që është qashtu se ta në puna me lane heshtje. Por në raport me lojën, ti që tash ma shumë për shembull e sulmon Rogertin, se sa që e sulmon Mirin. E para një është drejt, Miri duhet të ketë një gjë për ta sulmuar. Për çfarë mund ta sulmosh ti Mirin, për shembull në këtë pikë? Pse nuk e pas empati të prindrit me mu, me prindin tem? Si? Pse ku ka qenë empatia ndaj prindrit tem që e ki pa deklarat? Bandor. S'ka ardhur për ta diskutu. Po më i me shku mi thon vet. A mund t'i vendon ta Lekë, s'ka gjë hidhi këtu. Po. Thank you. Ke mujt me shku për shembull mi thon ku ka qenë empatia jote ndaj prindit, ndaj babait tim. Se kam bërë, se unë kam përqë e të vi për të dhënë një diskutim gjithë gjëth që e ka bërë a i funde, se kam bërë unë. Edhe gjatë një bisede që kishë mujtë me posta 2, a i kishë fillu me kesh edhe ke pse po kesh aje edhe ishë ndodhë prapa ato pjesë të kuqe. Po e besoj, në. Se në bisedën që e unë në gjithë pyetjet njëta, do më thonë ka diskutu. Edhe shëndrit, në këtë pikë të them sinqerisht,